Thot Ibn Hajar Asqalani, pse qajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qajti pejgamberi Allah, se u dashke pejgamberi Allah, për neve si umet i ti, me dëshmun ditën e kiametit, e kur dhe në pejgamberi Allah, si me dëshmu për ata që e kanë praktis librin Allah, si me dëshmu ata që e kanë lënë sunetin e pejgamberit Allah, si me dëshmu për ata që e kanë lënë fen Allah, si me dëshmu për ata që e kanë lënë rrugën e pejgamberit Allah. Vëllezër të ndershëm, na transmetohet nga të parë tonë që kanë thonë, nëse donë me di çfarë vlere ke te Allahu, shiqoje libri Allahu çfarë vlere ka në zemrën tonë. Kja peshori dhe kandari. Nëse donë me ditë, sa i e i madh te Allahu, shiqoje çka libri Allahu sa është i madh në zemrën tonë. Ndërsa libri Allahut për fat të keq nuk shfletohet dhe nuk lexohet në vendet tona dhe në shtëpit tona vetëm në Ramazan dhe në Ramazan. Sa të shfletohet dhe të lexohet dhe të madhrohet libri Allahut, aq madhrohet vëllezër të ndershëm Allahu në zemrët tonë. Se ai që e don dikan ka qef të kontakton me ta. Ai që e don dikan ka dëshirë që të komunikon me ta. Transmeton Imam Ahmedin Musnedin e tij dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ka dëshirë që ta fiton dashurinë e Allahut, jo ti Allahun me dash, po Allahu me dash ti. Cili prej neve s'ka qef me dash Allahu azza wa jall, me dash një njeri me pozitë këtë dunja flitiron për qefit, me dash një ministër këtë dunja, ku me ditë sa selfie dhe sa krenoash në portale se kam dal një fotografi me filan lideri. Qfar me ndonë u ledhë të ndërshëm me dash Allahu. Kur të gjithë ndyrë të mbyllën të mbretërave të dunjos, dirë të Allahut janë të hapur. Kërejt flenjë dhe pushojnë, Allahu zëberet me madhrin e ti në qelin e dunjos dhe thot, o, a ka dikush që do në diçka t'i jap? A ka dikush diçka që ka nevoj që t'a përmbushi kërkesën e ti? A ka dikush që dëshiron t'a fali atë? A ka dikush që ka është përmalu për rahmetin e Allahu t'a mëshiroj? Kërju si jot? Allahu azza wa jall. Thot, pejgamberi Allahu, kush ka dëshirë që Allahu t'a don ata, çfarë të bojnë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha leta shfleton në musafir. A kena dëshirë ne që Allahu të në doje? Atëherë leta shfletojmë librin e Allahut. Nëse neve na kaloj koha që se ne mësuam librin e Allahut, edhe pse s'kalon, sa në pleçnipi mësojmë gjuhat e huaja, ndërsa librin e Allahut se në mësojmë me lexu. A me tarë një biznis, një tender për jashtë nga mo me ditë anglishtën, për 3 javë bonsh anglez. Me ta lipan edhe kinezishtën, edhe kinezisht fulet. Më konë për biznis? Kerejti mëson, për gjennetin e Allahut, pak ne mësojmë dhe shfletojmë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el Kur'anu shafiun mushaffa, mahilun musaddaq, men ja'ala amama قادوا إلى الجنة ومن ترك وراء ساقه إلى النار. Thot pejgamberi Allahut, Kur'ani Kerimi ndërmjetëson për ti kur jesh i vetëm. Kur të vjen në ditën e vetmis, pa prit në aksident, ballafaqohesh me laqen e vdekjes, dije se kush ndërmjetëson për ti është Kur'ani Kerimi. Mahilun musaddaq, advokati besnik është Kurani Kerim. S'polemizon për njeriu në ma shumë se sa fjallë Allah. Për këtë arsye, nëse s'mon ti me mësu, mësoja fëmijëve tu. Shpenzo për ta mësu fëmijët e tu. Dhe cëla është miqda? Miqda e pejgamberit Allahut është se në ditën e kiametit Allahu azza wa jall i vesh prindërit
e ati që e ka mësu Kurani Kerimin me petka xhennetit. Dhe i not kapela e xhennetit kurore se cilës është më e mirë se dunjoja dhe çka kanë ta. Ato që ditën do kështë që vetën ka thonë pika në erë. Ka thonë për çka këse fëmive t'juvja kini mësu Kurani Kerimin. Sot na e kena me drezën këtu për Kurani Kerim, ama mund është vishë ngishtë a mi nëmru ato që i kanë interesim. Dhe falës, fri. Me pas qelë dhe një kurs anglisht apo frangjisht, u dashte na me bo me smena me ndrime. Kaq Allahu Azza wa Jall ka vlerë në zemrët tonë. Kaq në e madhroj me librin e Allahut. Pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që Kurani Kerimin e qëtë për para, Kurani Kerimi nuk e len ata deri ta qohen xhennet. Allahu na bon për atin. E kush e le librin e Allahut mas shpinë thot, kush e le librin e Allahut mas shpinë dije se libri i Allahut ka me dëshmu kundra ti dhe ka mu bon banor i zjarit. Allahu na rujt. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, litari i vetëm që është i kapur mes Allahut dhe ti është fjala e tij. Ta paramendoje fjalën e krijuesit, halli jem dhe halli jot me kuptuën çka po thot Allahu. Me ta një kinez me jetu 20 vet me ta, thot kur gjon s'kuptoj. Ka njerëz që jetojnë në mesin e turqve. I vol turqisht thot, pil mi orëm, s'di kur gjon. Ndërsa fjalën e krijuesit, Allahu thot në Kurani Kerim, laqad yassarna al-Qur'ana lidhikr, fa hal min mudakkir. A pe dini se sa ja kam lecu juve librin Allahut? A pe dini se sa thjesht është leximi i fjalës Allahut? Sa let? A jeni kam një këshilla? Parat Omer ibn Khattabi radiallahu an. Omer ibn Khattabi i thënë të Ebu Musa Ashariut. Të Ebu Musa Ashariut e kishte zonin e bukur. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zbukurone Kurani Kerimin me zonin tuaj, nga se zoni bukur jashton bukurin Kurani Kerimit. Ebu Musa Ashariu dhe Abdullah Mesudi ishin të veçantë të cilët e kishin zonin e bukur dhe lexonin dhe thënë të Omer ibn Khattabit, Ebu Musa Ashariut, na përkujto Allahu. Që do me thonë na përkujto Allahu, lexo diçka prej Kurani Kerimit. Deri sa Abdullah Mesudi transmeton, tha pejgamberi Allahut, i tha Abdullah Mesudit, më lexo diçka prej Kuranit. Tha pejgamberit Allahut Abdullah Mesudi, çish lexoj në Kur'an kurse ti të ka zbrit? Çish lexoj nxënësi para mësuesi? Ta çish lexoj Kur'ani Kerim halli jem? Kurse ti e ja Rasulullah të ka zbrit, ta kam dëshirë ta ndëgjoj nga të qerë. Dhe fillon Abdullah Mesudi mi lexu disa ajete të Kurani Kerimit nga suratun Nisa, derisa arrit te fjala Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall thot si do të jetë gjendja atyr, si do të jetë gjendja kur në ditën e Kiamet, për çdo keni me pruan dëshmitar, ndërsa ti ja Rasulullah kemi të me të pruan si dëshmitar e ummetit tanë. Tha pejgamberi Allahut mjaft. Tha kur i ngrita si, tha i rrjedhshin lot dhe qanë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Hajar Asqalani, pse qajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qajti pejgamberi Allahut, se u dashke pejgamberi Allahut, për neve si ummet i ti me dëshmu në ditën e Kiametit, e kur dhe në pejgamberi Allahut, si me dëshmu për ata që e kanë braktis librin e Allahut, si me dëshmu ata që e kanë lënë sunetin e pejgamberit Allahut, si me dëshmu për ata që e kanë lënë fenë Allahut, si me dëshmu për ata që e kanë lënë rrugën e pejgamberit Allahut. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall na tregon se dietarët e mëparshëm ishin ata të cilët kur i ndëgjojshin fjalët e Allahut, Allahu Azza wa Jall i bishin sejdë dhe qajshin. E Omer ibn Khattabi thonte, edhe na Allahut pi bëjmë sejdë mirë, po ku janë lotët jetë të qajturit? Ku janë lotët? Dhe thot njani prej dietar, lotët u tha, për çka gëvrashtisë së zemrave, o vrashtuan zemrat, për shkak mëkate dhe gjunave,
banëm shumë mëkate dhe gjunahe për shkak të metave të shumta që ja banëm Allah. Për këtë arsye nuk lëton zimi. Për këtë arsye nuk rrjedhësim. Ndërsa kur ardhën pe Jemeni, te Ebu Bekër Siddiku, pra mendon e vëllezër Ebu Bekër Siddiku. A dini kush është Ebu Bekër Siddiku? Ai që pejgamberi Allahut ishte në shtratin e vdekjes. Dhe thonë të muru Ebu Bekër fel yusalli bin nas. O non Ebu Bekrin që t'jet fal namaz, ndërhin të Aisha dhe thonë të Ebu Bekri së në mon në vetën ku lexon Kur'an qanë. Prej të qajturit shumë nuk e ndëgjojnë ja Rasulullah, po zonin më të lartë e ka Omerin e të një prije. Thonë të pejgamberi Allahut, muru Ebu Bekër fel yusalli bin nas. O non Ebu Bekri në t'i prije namazit. Thonë ja Rasulullah, Ebu Bekri e ka zemrën e but, qanë, nuk ndëgjojnë fjallë të Allahut nga të qajturit. Ta urnojmë Omerin. Atërë tha pejgamberi Allahut, ja bë Allahu wa Rasule illa Ebu Bekr. Allahu dhe pejgamberi Allahut nuk janë dakord që ti prinë musliman në vetëm Ebu Bekri. Dhe kjo ishte hikmeti për shkak se mas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që do t'i prije muslimanëve ishte Ebu Bekër Siddiku. Me gjitha ta, kur erdhën zamanin e ti, në khilafetin e ti, disa musliman nga Jemeni, por sa e pranuan islamin, ja lexuan disa fjalë të Kur'anit qajtën, tha Ebu Bekër Siddiku, kështu kemi qenë kohën e pejgamberit Allahut, mirë po na u vrashtuan zemrët. Ja Ebu Bekër, ti tu vrashtuan zemrët, ndërsa neve vëllezër të ndershëm na vdiqën zemrët. Për ata thot Hasan el Basriu, lipe kërkoje zemrën tonë në 3 vende, namaz, lipe zemrën tonë në namaz, lipe zemrën tonë në dua dhe në dhikër, dhe lipe zemrën tonë ku të lexosh Kur'an. Nëse e ke gjallë dhe nin me zemër diçka, falemderoj Allahun se zemra jote enda është gjallë. Nëse nuk nin kur gjë, dije se zemra jote ka vdek. Atëherë lut ju krijuesi që i ngjall të vdekurit dhe thuaj o Zot i madh, ti je ai i cili vetëm që e ringjall të vdekurin, ndaj ringjall zemrët tona që ta dashurojmë dhe ta dojmë librin tonë.